Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së akrepit. Uroj të jeni mirë. Do bëjmë një mesazh për ju dhe atë mesazh do të nxjerrim ja kështu. Sigur diçka po rri përsëritet tek ju. Mund të jetë gjëra të mira, por mund të jetë edhe gjëra të këqija. Dhe kjo thot asnjëherë mbaruar ky tregim apo kjo story, never ending story. Diçka nuk është duke shkuar të dashur akrepër, apo mund të ketë të bëjë me ju diçka që jeni duke e thirrur apo tërhequr atë energji në të njëjtën mënyrë. Për ju sikur diçka s'po përfundon, duhet ju të jeni ata që duhet ta prisni diçka jeni duke bërë njësoj apo në mënyrë të njëjtë, po mendoni dhe ajo po e tërheq të njëjtën gjë dhe ajo gjë sikur asnjëherë s'po përfundon. Është në dorën e juaj të merrni në dorë tani dhe ta këpusni këtë cikël apo këtë rreth që është duke ju mbajtur në të njëjtin vend gjithmonë. Çfarëdo që të jetë, mund të jetë mesazh i vogël që nuk ka shumë rëndësi, por që mos i bëjmë gjërat repeat apo ti përsërisim gjithmonë një herë edhe një herë edhe një herë.